Në këtë skenë të teatrit Bekim Fehmiu në Prizren, 2 herë është bërë përpjekje të jepet shfaqja të 6-tët kundër Turqisë, e cila ishte frymëzuar në ngjarjen e vitit 2018 në Kosovë, kur 6 mësues turq ishin deportuar në Turqi në ndyshimet për lidhjen e tyre me organizatën e klerikut Fethullah Gülen. Ky incident ngriti shqetësime mbi brishtësinë e institucioneve demokratike të Kosovës dhe ndikimin e Turqisë. Por shfaqja e cila është prodhim i qendrës multimedia nga Prishtina nuk u luajt as në dhjetor të vitit të kaluar dhe as më 5 mars të këtij viti. Fillimisht u tha se arsyeja ishte mungesa e ngrohjes në sallën e teatrit. Ndërkaq, herën e dytë, ajo nuk u përfshi në repertor, pasi atë ditë ishte planifikuar një aktivitet nga komuna e Prizrenit, e cila gjithashtu e shfrytëzon të njëjtën hapësirë për shtëpinë e kulturës. Por, sipas autorit të shfaqjes, këto janë vetëm arsyetime. Jeton Neziraj beson se shfaqja, e cila u luajt në Prishtinë, në Gjilan dhe në Gjakov, nuk u lejua në Prizren, për shkak të presionit nga ambasada dhe konsulata turke ndaj kryetarit të komunës Shaqir Totaj. Na u desh me anulu, e kuptum ne që ishte presion i jashtëm që ishte bo teatrit përmes komunës, pat një reagim kështu edhe publik nga një parti turke që i kërkon të kryetarit ta shtrinte autoritetin e tij dhe ta anulon të shfaqjen me motivimin që është kundër interesave Turqisë, kundër presidentit Erdogan. Presioni natyrisht ka ardhur drejt për drejt përmes komunës, kryetarit të komunës së Prizrenit, e ai ka qenë bartës i presionit që është bartë tek ai përmes konsulatës turke në Prizren dhe përmes ambasadës turke në Kosovë. Por i pari i Prizrenit mohoi të ketë ndikuar që shfaqja të mos jepet në teatrin e qytetit. Lidhur me çështjen e fjalë, dëshirojmë të theksojmë se komuna e Prizrenit nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për të ndaluar apo anuluar shfaqjen teatrore të përmendur. Çdo interpretim që e lidh këtë çështje me ndonjë ndikim të huaj është i pabazë dhe nuk përputhet me realitetin institucional të komunës. As nga teatri Bekim Fehmiu nuk pranuan se komuna u ka kërkuar të mos jepet shfaqja për shkak të përmbajtjes së saj apo reagimeve të jashtme. Prej komunës kërkesa ka qenë teknike, do thotë në këtë kohë nuk mundeni me majt shfaqje, edhe pse tentativa jonë ka qenë që me çdo kusht ta mbajmë, edhe në temperaturat ftofta kena menduar alternativa për me me ngrose portative. Fillim të marsit kemi planifikuar prapë me shfaqje të 6-tët, mirë po kemi rënë ndesh me agjendën e komunës, pasi që objekti që na e shfrytëzojmë si teatër figuron që është i regjistruar edhe si shtëpi e kulturës. Të 6-tët kundër Turqisë trajton historinë e 6 shtetasve turq që u dobuan nga Kosova, e të cilët kërkoheshin nga autoritetet turke në ndyshimet se kishin lidhje me klerikun Gülen, i akuzuar për organizimin e puçit të vitit 2016 në Turqi. Sipas autorëve, shfaqja flet për qeveritë e shteteve autoritare që përmes terrorit, dhunës, përndjekjes dhe luftës i çojnë qytetarët e tyre drejt shkatrimit. Prezantimi i këtij realiteti, thot autori Neziraj, ka nxitur autoritetet turke të ushtrojnë presion që ajo të mos jepet në Prizren. As ambasada e Turqisë në Kosovë e as konsulata e saj në Prizren nuk ju përgjigjen pyetjeve të Radios Evropa e Lirë. Koment nuk dha as Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës. Pavarësisht se shfaqja u përball me reagime dhe me kritika edhe në disa media në gjuhën turke, autori thekson se ajo nuk është kundër Turqisë. Dhe unë mendoj që kjo është një keqkuptim i madh, sepse shfaqja natyrisht nuk drejtohet kundër interesave Turqisë, thjesht merret me çdo tendencat e shoqënive për me shit ka autoritarizmi edhe qysh ideologjitë shtypse kanë filluar me qenë edhe më bë atraktive për shoqënitë ndryshme. Në Prizren dhe në komunat përreth jeton komuniteti më i madh i turqëve në Kosovë dhe ai tradicionalisht ka mbajtur lidhje të ngushta me Turqinë. Në vitin 2010, presidenti aktuali i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u prit nga mira qytetar gjatë vizitës së tij në Prizren.
Duke përmendur numrin e madh të xhamive në Kosovë, Erdogan kishte theksuar se ato janë dëshmi e lidhjeve të ngushta vllazërore mes shqiptarëve dhe turqëve. Edhe në shtator të vitit të kaluar, ministri i jashtëm i Turqisë, Hakan Fidan, u prit nga shumë qytetarë në Prizren. Përveç pranisë kulturore, Turqia ka një ndikim të madh edhe në fushën e ekonomisë në Kosovë. Megjithatë, pavarësisht vështirësive, autori i shfaqjes thotë se ajo do të jepet në Prizren nëse është nevoja, edhe në hapësirat jashtë teatrit të qytetit.